i kishe atë frikën ndaj paragjykimit apo mentalitetit se familjet shqiptare zë mos asoj kohë, ti duhet ta gjesh një shqiptare, të mos dalësh nga traditat tona. E kishe në përmendje? Po, në mendje më shkon të shkaku i familjes. Se kur qysh si fëmijë mu nuk më ka interesuar që kanë folër të tjerat. Kur se kam pas problem. Mirë po, duke e ditur mentalitetin tonë, si është kultura jonë, traditat, mu dhimshin familja, sidomos prindit. Po, dola dhe që nga e ko, më në kuptheva mrapa. Jem këthy mrapa, kuptohet, ama nga mendja gjedi kanë tjetër. E kishe nda mendjen. Edhe pse nuk e di e mirë gjuhën, gjuha e dashurisë triumfoj i bje. Triumfoj, po, sigurisht. Kështë të kishte kundërshtuar, po them në thonjza, ose që e kishe më vështirë ta pranon të këtë lidhjen tuaj, nga familja juaj këtu? Tham të drejten, ama ajo më kuptoj. Ja të pak më vështirë, por dhe vlau i ndjerë, aje pak u ndima më i rëndum, dhe shtë? Më i rëndum, shto. Mirë, po pas, nuk di, një viti ashtu, edhe aje kuptoj se qëfar si ndodhe, që ndodhe, një të në mirë, në pasan dhe erdhe, u takon pa familja, fmit, gjitha. Jetë e gjatë bashka? Saj përket, thashe thëmë edhe ku si më zhitë, se unë si i ri, kam bë gjërat lirë. Nuk e më zhipë se aje ka folë diqka, po se ajo, ato kanë qenë... Nuk e kam për përshtypje. I keni lënë gjitha anash për të vazhdu drejt dëshirave edhe ëndrave t'juja.